Jemi në prag të luftës së tretë botërore? Po, sipas ekspertëve. Por prisni një sekond, sepse informacioni do t'jap sonte ndryshojnë jashtëmase luftën ose mendimin e luftës së tretë botërore. Si gjithmonë, kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqen si të shihemi sërish dhe do të dëshiroja një komentin tuaj në këtë video. Atëre, Bashkimi Evropian pikë parë njerë, Bashkimi Evropian ka dhënë alarmin. Të gjithë duhet të rezervojnë disa para kesh që t'i kenë në shtëpi. Secili pjesëtar i familjes duhet të ketë të paktën nga 50, 70 deri në 100 euro për 5 ditë kjo. Pra i bie rreth 100 euro në ditë për 5 ditë, 500 euro secili pjesëtar i familjes. Në përgjithësi, nëse një familje janë 2 apo 3, pra i bie rreth 1500 euro gjithsej, që duhet i mbajnë në shtëpi. Ky është alarmi i Bashkimit Evropian ose i bankës që ndrohet Bashkimit Evropian. Por ka dhe disa probleme të tjera. Bëra një post para disa ditësh dhe disa janë përgjigjur që nuk kanë asnjë lek në bankë apo nuk kanë asnjë lek kështu. Tani nuk është për të qeshur, sepse ç'është e vërteta, me sa duket sipas ekspertëve diçka do të ndodh. Dhe mendohet, jo vetëm ky eksperti komandant i NATO-s që ju kam thënë, që ka dhënë deklaratën e fortë, ai anglezi, Sharif i quajtur, ai ka thënë që do zgjasi vetëm 5 ditë kjo luftë dhe sipas tij do të jetë lufta, jo vetëm ai, por edhe ekspertë në përgjithësi do të thonë që është lufta e tretë botërore. Pse po mendohet që është lufta e tretë botërore? Dhe kjo është pika 2. Sepse së pari tregohet që Kina ka rënë dakord me Rusin. Pra Putin dhe Kina kanë rënë dakord që Kina, në momenti që Putin në nëntor do të shkojë drejt vendeve baltike, do dyndet Kina drejt Tajwanit. Duhet të dini që Tajwani ishte shkëputur nga vitet 70-80, sepse ishte koha e komunizmit atëherë, ku disa pjesëtar të Partisë Komuniste ishin të gjithë politikan, kryesisht politikan, ata nuk donin, nuk ishin dakord pra me që të ishin komunist. Dhe donin që të bënin një grev. E bën grevën, por disa prej tyre nuk mund t'i vrisin të gjithë dhe vendosën që këta t'i shkëpusin dhe t'i vendosnin në Taiwan. Pra këta kërkuan një republik më vete ose një vend më vete ku mund të jetonin. Dhe me kalimin e viteve kanë qenë gjithmonë kritik ndaj forcave politike kineze, ndaj Kinës, ndaj vendimeve që ka bërë Kina etj. Megjithatë, Kina ka bërë përpjestime të mëdha sepse ka ecur me hapa gjigant. Ndonse ka ndryshuar edhe formën e politikës, sepse nuk është më si atëherë, pra një politik, le të themi, komuniste, totale komuniste, por është, le të themi, pak liberale. Dhe mirë po Kina tani kohët e fundit ka vendosur që ta marrë. Tani Kina, duke patur parasysh që gjithë bota blen nga Kina, sepse siç e kemi thënë, të gjitha produktet që prodhohen në Kinë, pothuajse nga 70 deri 80% të produkteve në mbar botën, duke bler vendet e tjera, pra ky dëmton shumë, jo vetëm vendet që blejnë, por dëmton shumë edhe Kinën, vetë Kinën në përgjithësi. Dhe Kina nuk mundet që ta ngacmoj vetë këtë luftë. Pra Kina e priste nga Putin që të ishte një kërkesë e tillë, pra që të bënte Putin një kërkesë të tillë, sepse Putinit i le verdis të rimari jo vetëm Ukrainën, por të rimari edhe Letonën, Lituanin e tjerë. Dhe në qoftë se do të ngrihen që të dy në të njëjtin moment siç mendohet në nëntor, atëherë do ngrihet edhe gjithë vendet e tjera. Për shembull, do ngrihen disa shtete që janë pro Palestinës, do ngrihen disa vende që janë pro Sirisë, Irakut etj. Dhe mendohet që pikërisht në këtë periudhë do gjenden
po thuaj në të gjithë globin, një qeta të vogla, një sëri përleshjesh, si mund të quhen, dhe kjo, pra si pas ekspertve, do të shkaktoj luftën e tretë botërore, e cila do të zgjasi jo më shumë se 5 ditë, si pas gjasave. Tani pika 3, pse nuk do të zgjasi më shumë lufta e tretë botërore? Si pas ekspertve gjithmonë, unë vetëm thjesht ato që lexoj dhe po ju them ndaj do të dëshiroj një komentin tuaj. Sepse unë mendoj që lufta e tretë botërore nuk mundet që tjetë ashtu si që kanë menduar të gjithë që mund tjetë fundi i botës. Nuk mundet absolutisht, sepse askujt nuk i leverdis që të zhduket ajo jetë ose ajo mënyrë jetese që bëjmë sot dhe zhvillimin që kemi sot. Një kjo, dhe tjetra, kush dominon botën e ka nën kontroll në të gjitha anët dhe nuk ka përse që të bëj qeta për të shfarosur një pjesë të njerëzve, si thot dikush, sepse disa thonë, po jo duan të heqin qafe një pjesë të njerëzve. Ka shumë mënyra. E kanë filluar që nga vitet e mparshme, që hedhin nëpër mjellra, apo nëpër budallëqe, apo ku ta diun, apo në ajër, apo nga të gjitha anët, sipas ekspertëve gjithmonë, dhe kjo shkakton probleme të mëdha në sistemin, në trupin e njeriut, që si pasoj humbasin jetën nga sëmundje të pashërueshme, shumë njerëz. Kështu që kanë mënyra të ndryshme dhe nuk u leverdis atyre që të tundin themelet, sepse nëse zgjat shumë kjo luftë, nuk u leverdis që të tundin themelet dhe të shkaktojnë probleme që ata janë qetë, i kanë nën kontroll që gjitha. Dhe tjetra, në qoftë se do të ndodhë lufta e tretë botërore ashtu siç mendojnë të gjithë, do të shkatërrohet çdo gjë dhe edhe vetë ata do të shkatërrohen, sepse nuk do të kenë më me se do jetojnë, si do jetojnë. Kush është, kush janë, ku do t'i gjejnë skleverit për të jetuar, pra për të punuar dhe jetuar. Pra kështu thonë ekspertët, kështu që si përfundim, në qoftë se me të vërtet, sipas ekspertëve do të verifikohet lufta e tretë botërore, do të ndodhë vetëm me qeta të vogla këtu apo aty dhe nuk do të përdoren armë të rënda. Kjo pra është, le themi, rezumeja ose përmbledhja e të gjithës asaj që po ndodh deri tani dhe nuk na mbetet gjë tjetër vetë se të presim nëntorin. Disa thonë tetor, disa thonë nëntor, le të presim e të shohim. Megjithatë, unë dua t'ju riinformoj edhe një herë tjetër që Bashkimi Evropian ose Banka Qendrore e Bashkimit Evropian ka dhënë alarmin për shumë informacione që nuk mund t'japin dot publikisht, por thonë që mundet që të ketë edhe probleme të hakerimeve, qoftë nga Rusia, qoftë nga Kina, që mund të shkaktojnë dëme në sistemin bankar dhe mundet që të shkaktojnë ndonjë problem që nuk mund të lëvizësh dot paran, dhe sepse do të bllokojnë të gjithë, thot, dhe mund të bllokojnë të gjithë, ndaj dhe kanë dhënë alarmin që duhet që të keni disa para në xhep. Tjetra është që ishte vendosur që në janar të vitit që vjen 2026 do futet paraja digjitale, pra Bashkimi Evropian kishte vendosur, ka dhënë lajmin me kohë, që do të dali moneda virtuale. Dhe unë mendoj që kjo për më tepër është më shumë një provë, pra për të provuar, e keni parasysh prova, a më dëgjoni, e njëjta gjë është, që të jenë të gatshëm njerëzit për nesër, sepse që mos të ndodhi raprezalje, mos të ndodhi ndonjë kaos botëror. Pra ky është thelbi sipas mendimit tim. Tani unë do të dëshiroj një komentin tuaj, pres, kështu që kalofshi një bërëmje të këndshme dhe shpresojmë që kjo luftë mos bëhet as 5 ditë, mos bëhet as 1 ditë, por sipas gjasave do të verifikohet. Megjithatë le të shohim. Pres komentet tuaja. Natën e mirë.